Mirje. A dush dalë shkëndit, a shofish vitin? Jo, mirë. Atë privilegj veç arta e ka. Si e thash, a dush dalë shkëndit, a shofish vitin? Vitin. Dikta lullaj se gruën e kompetitove. O të kaj si o të kaj zhenat. Bigan si e? Mirë, Rit, ti si e? Mirë. Si ndihesh? Mirë. Me thonë që ndihem mirë. Krejt mysafirve u andalish telefonin të ndën e ke harru. S'kalit. Që do të ndalim tash. Hajde. Ti si e? Mirë, edhe unë. Mirë të themi, mirë të jemi. Mirë. Ndoshta pak shkaku i rastituratës pak pa qef, ama mirë. Përgjithsi. Do bësh bap. M'duket. Nuk jam të besu as unë të tregoj kështu drejt, ama është një eksperiencë mjaft interesant. E bukura e kësaj, ashtu si më thonë tash, nuk e di, është se hera e parë është, eksperienca e parë është shumë autentike. Të tjera të mësohesh pastaj. Po, ndoshta se krahason, e ke atë momentin e krahasimit, herën nisish bësh krahasime, jo herën e parë ishte kështu, jo herën e dytë tash është kështu, ndoshta do ketë edhe herë tretë, katërt. Varet prej uratës. Ajo do varet krejt prej marrëveshjes që do ta kemi. Unë ajo. Ka qenë sfiduese në shumë aspekte ky sezon për ne të dy. Po. Ka qenë sfidues sezoni, se e thash gjeni nga gabim. Nuk e di, une personalisht paka shumë mendoj se janë të ngjashëm, po ndoshta detalet e bëjnë dallimin, ama nëse e marrim aspektin të them vetën e parë unë, atëherë edhe për ty edhe për mu. Edhe unë vetën e parë unë. Ka qenë sfiduese, ama në krahasim me aspektin tjetër mendoj se ka shku mirë. E ke vërej që kemi folë më tepër për dhunën në këtë sezon? Po, kemi folë. Në fakt, jo. Tash si e përmende, sikur më duk si e kam dëgju më tepër, ama nuk e pasën. Sepse kam dash ta vej në fokus, do shta kështu në prapavi ti nuk e ke vërejt, po gati çdo mysafir ka pas nga ndonjë pyetje pak për dhunën. Ndaj grave, sidomos si një problem goxha prezent. Dhe këtë epizod kemi xhiru këtë sezon kemi xhiru 2 epizoda për së dyti herë. 2 herë, do me thënë. Po, tamam. Një është Fatosi. Edhe dyta është Nebahati. Nebahati, po. Patëm probleme teknike të dyjat? Po, mund të thuhet. Po, tamam. Kështu që... Shif, personalisht për mu mendoj se është një eksperiencë e cila dallon prej punës që e bëj për ditë. Do me thënë, si projekt është shumë i bukur, shkaku se e para krijon network, e dyta rrin ti mas kamerave, edhe e ke atë luksin që të dëgjojsh të thamë këndvështrime aq të bukura, do me thënë aq autentike, edhe si cili prej këtymve që vjen, do me thënë e shet që ka një farloj... I kam zgjedh mysafirët mirë, do me thënë. Po, definitivisht. Këtë vit kemi pas edhe më shumë bura se sa gra. Jo, kemi pas më shumë bura se sa sezonin e kaluar. A dusha të përmendi. Po? Po, edhe mu më ka ranë sy. Sa u bën 5? Ose më tepër. Jo, më tepër se 5. Po, më tepër. Më tepër se 5. Po thjesht... Sezonin e kaluar e kisha shumë primare për fshirjen e grave, këtë sezon e kisha më tepër primare për fshirjen e temave. Temave, definitivisht. Kështu që ka pas një ndryshim pak më... Edhe mendoj se është e logjikshme, mënyra se si e ke konceptu. Do me thënë fillimisht është t'japim një usë
një karakter, një brand, mësojnë pak edhe njerëzit të shohin, edhe pastaj ndoshta edhe ende ma tepër e bën nish, do të thënë e ulat. Cila është gjëja që duhet ta ndryshonim sezonin e tretë? Jingla. Kënga e jinglës. Personalisht për mu, unë jingle nuk I kisha vëndur as pak hiç. Do me thonë, unë I pëlqej podcast shkaku se janë podcaste, edhe I pëlqej shkaku se mund të rrim edhe të bëjmë muhabet edhe e sosim kur duam ne. Po, ju që e keni atë botën e televizionit, normal se e keni atë... Ne jemi pak më të orientuar nga ajo që është rregulli, e kemi mësu, është teoria, shkon kështu, ka një sistem të punës, se si funksionon. Nuk mund të dalim shumë jashta rregullave. Po, realisht nuk pajtohem shkaku se një gjë që e kam mësu për gjatë profesionit tim, do me thanë, të them, ndërtimit tim duke e pa prej kuadrit artistik, është se gjithë çka bën, nuk ka rëndësi se çka duket, po me rëndësi është se çka do të komunikojsh. Edhe nisur prej kësaj, gjithçka që e kemi kriju, do me thanë, qoftë edhe naive le tjetë, nuk ka lidhje, po me rëndësi është se ti çka do të komunikojsh. E bukura e asaj mendoj unë, nëse supozojmë se sezonin e tretë e kemi, na shkon, bashkëpunojmë, nëse s'kemi jingla, mendoj se me vetë faktin që s'ke jingla edhe njerëzit që do ta shohin, do me thonë, nisën këtë drejt muhabet, bojka edhe pa jingla, ndoshta edhe për njerëzit do jetë më interesant shkaku se duket më jo formale, më afër njëri tjetrit, më muhabet I lirë. Ti për aq kohë sa punon me mu, jingle do ketë. Këtë ta dish. S'ke ku ik jinglës. Një gjë të cilën dua ta bëjmë patjetër është që podcastet I vendosim edhe në Spotify, se kemi bërë këtë deri tani. Po, mendoj se duhet. Besoj se e rregullojmë. E rregullojmë, edhe është ide e mirë shkaku se pse mos ta zgjerojmë riçin e audiencës. Ka dikush që shembull YouTube-in se përdor, ose YouTube-i tash me punën e reklamave që e ka... është goxha I bezdisshëm. Shumë është I bezdisshëm, edhe unë shembull për vete kur punoj në YouTube, as pak ma nuk lishoj muzika, për atë dhe e përdori Spotify. E një tavlen pse jo edhe për podcastin. Edhe për podcastin, definitivisht. Mirë, me që është edhe vizuale, kemi zgjedhur YouTube-en si opsion, po gjithsesi mendoj që edhe versioni audio do të jetë një opsion I mirë për ne. Cilat storje janë ato që kanë ngelur me ty gjatë këtij sezoni? Kemi dëgjuar shumë. Mund ta them storjet për fat keq, nuk e di pse, po prej gjithë storjeve të bukura më kanë met më shumë rasti që na I ka tregu Nebahati. Nuk e di pse e dija që do thoje kështu. Nebahati për ndryshe është një punonjëse sociale, psikologe që punon me viktimat e dhunës në familje. Edhe më janë duk shumë morbide, edhe pse shkaku I etikës, ajo paka shumë I ka përmend, po I ka përmend shumë si përfaqësisht, po prapë se prapë ajo është diçka që vërtet më ka mbet, edhe bashkë këto janë temat që të shembull unë si vegan, unë si mashkull, unë si njeri, hiç mos etiketohem me tjera, mendoj se pikrisht këto janë temat që ne definitivisht duhet të folim, duhet të diskutojmë, edhe mendoj se duhet të thënë këto tabuja se nuk janë më, si thënë këto është bollë më, do me thënë nuk arsyetohen si sjellje, si raste. Për mu, për këndvështrimin tim. Dhe për gjithë të tjerët, dhuna nuk ka arsyetim, edhe nuk duhet të ketë viktimat të dhunës në një kohë kur gjithçka është digjitale, kur ekzistojnë institucionet, kur ekzistojnë edhe masat mbrojtëse në kuptimin e policisë edhe gjithçka tjetër, megjithatë ja që ndodhen. Shif, kjo më shumë këto tema realisht kërkojnë edhe karakter të fortë, që unë shembull
personalisht edhe publikisht nuk i kam fol edhe nuk i kam nuk e di pse ama për një farë arsye nuk jam ditë komfort as pak t'i flas. Realisht duhet ta bëj atë që e bën ti, jo. Do me thanë duhet Tu ja për zë. Për tu ja për zë, se duhet të edukohen njerëzit edhe duhet realisht shifet se jo vetëm dhuna, i ka edhe shumë tema tjera që mendoj se duhet... Cilat janë tema që kanë ngecur me ty gjatë i sezoni? Dhuna është definitivisht një prej atyne tjerat mendoj se nuk e di tash bash kjo e parafundit cila ishte në bibliotek që punonte si Gjylteni. Edhe kishte ta tham një këndvështrim shumë të bukur edhe mendoj se një tematik që mua shumë du ta flasë është njerëzit si Gjylteni. Dhe me thënë janë njerëz cilët punojnë disa vite një punë që mund ta them mund duket shumë e vogël edhe shumë ta tham mikroskopike, po në realitet krijon një tërësi shumë të madhe edhe bile dhe babi e ka mos gaboj një ekspozit që ka përkushtu këtynve personave që realisht shkaku i këtynve funksionon një civilizim, funksionon një shtet, funksionon një sistem. Do me thënë janë këto njerëzit e palodhshëm. E tash, si tematik nuk e di me një fjalë si mund ta emërtoju në këtë... Është thjesht, nuk e di, se kemi folur goxha shumë me Gjyltenin për aspekte të ndryshme. Pastaj edhe puna e doktorit Arianit, edhe ai prek me atë prekët disa tematika që mendoj se realisht janë të ne, unë e kam atë përshtypje të paktën, të ne nuk flitem boll. Bile edhe aspektin e postpartumit unë dosha ta di, se nuk mendoj edhe nuk e di a respektohet edhe se sa respektohet një vajzë ose një grua, mos ta quaj vajzë, që mas lindjes Ke fjalën për depresionin post lindjes. Po postpartum është një farë... Edhe aspekte tjera? Po, që pas lindjes do me thanë është... Mu më pret me... Ty të preta, nda e ke këtë dertin. Më pret edhe e kisha gajlën teme më tepër. Jo. Shkojmë të Ariani një ditë e pysim kështu personalisht. Personalisht, po. Tjera tema realisht duhet Duhet hymë t'i shohim se janë 20 epizoda. Janë shumë, edhe i kemi bë për një periudhë shumë gjatë. Realisht edhe kemi prek shumë, po tash... ndoshta për derisa i flasim, po, kalojnë ato. Tani që po kalon në këtë periudhë me uratën, i ndjen më tepër tema që i kemi diskutuar këtu? Shumë tepër. Do me thanë, jam vetë kritik shumë, edhe e shoh që këto sende realisht nuk duhet mësohen edhe nuk duhet të edukohen vetëm kur të ndodhin ose pasi të ndodhin. Do me thënë tash mua realisht zorim ka që si i thujmë ne për ty, për të hullumtu, për ta pasi që kam pret, si më pret, tek mbret, mendoj që pas njëtën edhe e cekën doktor Ariani, ku këto tematika, qoftë edukimi seksual, qoftë pasojat e asaj që ndodhin, do me thënë të edukohen në një moshë ku mendoj se edhe këto janë basë. Po. Do me thënë, ka disa lënë që unë për vete mendoj se janë... Dytësore. Mos të them dytësore, të them palidhje. Unë, si person, nuk i kam përdor asë njëherë, për kundrës janë disa elemente dhe disa tema që realisht mu të mduhen njëtë. Po. Në vërtet, kemi një nevojë për një rikonstruktim dhe reform të sistemit të arsimit në përgjithësi. Po mendoj se ai është thelbi i gjithë problemeve që i kemi ne. Po. Po, definitivisht është edukimi edhe është gjithçka tjetër. Qoftë familjar, qoftë edukim arsimi, qoftë do me thënë edukim qytetar që i kemi thënë ndryshe. Ke një personazh të preferuar që i kemi pas këtu? Saadi. Saadi? Po. Do me thënë unë vetë jam person që
pëlqej shumë filozofin, fakt ky shkaku se lidhet me artin. Dhe Edhe është epizoda më e gjatë, është mbi 1 orë. Ta kesh seadin edhe mos të bësh 1 orë, 2 orë, bile edhe 3 orë janë pak, realisht. Definitivisht. Do me thanë ishte një epizod, bile tash s'di pse sot pse jam edhe i ngarkum, nuk po më kujtohet një pjesë, po pak pares dësha ta diskutoj me tyje. Po na vjen ndoshta na vjen gjatë bisedës. Jo, definitivisht edhe imja mendoj është një prej episodave të preferuara të mia ajo me Saadin, thjesht sepse ke mundësi të diskutosh disa çështje sociale pak më thellë, sepse ai sheh pak më thellë, i analizon pak më thellë, ndërkohë që me tjerët kemi folur më tepër pjesën praktike, shembuj të cilat japin këto njerëz në shoqëri në përgjithësi. Shif, tash të foli drejt, mendoj se ne si njerëz nuk është se na mungon më ta them skena. Mundësia për të folë ke fjalën. Po. Nuk është se na mungon. Ne skenën e kemi, do me thënë kemi qoftë në rrjetet sociale, qoftë në televizion, kudo qoftë e kemi. Mendoj se kam rrinë kohë ku selektimi i njerëzve duhet tjetë aq i veçantë, shkaku se, do me thënë, ti diskutojmë temat në nivel plitko, mendoj se njerëzit janë të sipërfaqësor, janë të bezdisët. Ka nevojë thua për thellësi? Mendoj se kanë nevojë për thellësi, edhe mendoj se kanë nevojë brenda tematikës të fokusohesh ende më tepër, do me thënë, degzime në çështje të caktuara. Se mendoj se e kam përshtypjen se sendet po përsëriten. Okej, nuk jam kundër të përsëriten, se ka njerëz që duhet non-stop t'ju përsëritin disa gjëra që t'ju ndoshta një herë do t'ju hyjen tru. Po mendoj se kjo është ta them e ardhmja e gjithë e skenës, ta them kështu. Më e vështirë të punosh me mua në sezonin e parë ose sezonin e dytë? Shif, nuk e dia do ta kisha qujtë të vështirë të punoj me ty. Okej. Do me thënë, mund ta them kështu. Mund ta them ti je njerëzit e pakt që trethit tim të ngushtë, që kam punu, do me thënë, në mënyrë shumë të rehatshme. Kemi pas, ta them, një njerëzillëk të jashtëzakonshëm, një mirëkuptim shumë të madh, edhe mendoj se e fundi që do të kisha thënë është bashkëpunimi me ty e vështirë. Faleminderit shumë. Unë e dija këtë, po desha kështu ta thuash para kamerave. Edhe besoj që e njëjta vlen edhe për mua. Besoj edhe unë. Absolutisht, mendoj që është një prej, thjesht ka funksionuar si gjë mes meje dhe teje ky bashkëpunim, sepse kemi gjetur gjuhën e përbashkët, koordinimi ka qenë i lehtë, xhirimi ka qenë i lehtë. Ke pasur ndonjë sfidë gjatë këtij sezoni? Në xhirim edhe në gjithçka tjetër, drita ndoshta pak në fillim. Ka qenë drita, shkaku se studio ka qenë e re, ka qenë më tepër pjesë teknike, po që mendoj se në një farforme i kemi dalë në qosh. Hakut. Po, pjesë tjera vështirësisë do kisha thënë, do me thënë, besoj se e kemi marrë në atë mënyrë që shkojnë si shkojnë sendet, do me thënë pa mos u stresu, pa mos u shtyp, pas forcim. Edhe mendoj se, realisht mendoj se edhe kjo duhet tjetë metoda që duhet punohet. Edhe aty ndoshta e fiton atë flow state-in që ti nesër mund t'jesh më kreativ, nesër mund t'jesh më i aftë në punë, më i qartë në punë, më precis. Ke hapësirë për gjithë shka se je, ta them shpirtin e ke qetë në këtë rast. Edhe rahat. Thash, edhe në fillim, do me thënë, të dy sezonet kanë qenë, dallimi është gjeografia, sezoni i parë është bën Shkup, ky i dytë tash është bë këtu në Tetov, që për mua më ka konvenu realisht. Dallime tjera... Tjetri në Gostivar? Po, më duket si nisëm do... Si jemi nisë, do shkojmë për andej. Do dalim ka Shqipnia, ka Ohri të poshtë. Ndoshta. Mund ta them në përgjithësi eksperiencë e bukur, me njerëz të mirë, me njerëz të cilët ja vlen, do me thënë,
jo vetëm të thjesht podcast, ja vlen edhe të marrish edhe mendime, edhe energji, edhe opinione, do me thanë, e shef që se nuk është vetëm ta jo duhet punë, jo, punë duhet, po duhet njerëz. Duhet shoqërie e mirëfillës, shoqëri pozitive, gjë që mendoj se ne jemi tu e kriju, mendoj se ti e tu e kriju, mundohesh të paktën të angazhosh njerëz për rreth, ndihmojsh, do me thënë me aq sa edhe ke mundësitë e tua normal, nuk është se mund dalim lëkurës tonë, po mendoj se është një Mendoj që ja kemi dalë. Ja kemi dalë 40 epizoda. 40 epizoda, për cilave 2 jam une. Po. Dhe këtë du ta ceki, do me thënë... Ti e i dyti që je 2 herë, se edhe Artën e kemi pas 2 herë. Po, tamam, edhe Artën, po. Do me thënë keni një vend të veçantë ti edhe Arta, e vetmi dallim është që Artës ja kam lëshu koltukun ty jo. Jo, unë e fronin se kërkoja. Jo, vetëm Arta e ka kërku, vetëm asaj ja kam lënë. Ty si të duk kjo sezon? Për mu realisht ka shku shumë ma lehtë, ndoshta, se të tjerat epizodat të sezonit të parë, ndoshta thjesht të mësohesh me rutinën, me mënyrën se si funksionon. Normalisht, te unë fakti që është zhiruar në Tetov ka pasur këtë angazhimin që është darë të lëviz, shkup Tetov, duke pas parasysh që jam e angazhuar edhe Prishtinë, ndonjëherë edhe Tiranë, po më duket sikur ka pas kështu një flow pak më të qetë. Sado turbullirave në jetën personale, në jetën profesionale, ecin gjërat, ecin. Ecin, po. Jo keq. Më intereson ti një periudhë edhe u shkëpute prej televizionit, tash hyne prap. Më intereson ta di cili është dallimi mes, se tash ti ke, ta them, I përjetit të dyja. Po, i përdor të dy, do me thënë podcast janë shumë ngjashme, po edhe s'janë shumë ngjashme. Jo, është definitivisht televizioni është më statik, nuk mundesh të përhapesh shumë, ke kohë të limitume, ke presionet të tjera, ke presionin e kohës, ke presionin e njerëzve, cilët punojnë me ty, punon me shumë më shumë njerëz në prapavi. Periudha kohore e emisionit është më e gjatë, materialet që kërkohen brenda janë më të lloj-llojshme, ndërkohë që këtu je fleksibil. Punon me një person, punoj me ty, merren vesh me ty, merren vesh me mysafirin dhe jemi okay. Gjithçka tjetër është në koordinimin tim, hapësira, koha, vendi, mundësia, gjithçka tjetër, ndërkohë që thjesht televizioni është pak më statik, kërkon që ti çdo mëngjes të jesh në punë, ndërkohë që ne këtu mund të xhirojmë 3 epizoda për një ditë, pastaj mos xhirojmë 3 javë, pastaj vijmë prapë, kështu që televizioni kërkon një rutinë, podcasti është më fleksibil, është më komfort, do kisha thënë. Varet gjithçka prej meje, të paktën në këtë format në të cilin punojmë ne. Po. Bukur thënë. Bukur thënë. Ta mbyllim ne të dy këtu? Po mendoj se për si mjet boll është. Boll është, po tak. We did it. Bash. 40. Super. 40 bash.